Shtetit ishte në ura dhe SPAK, në shumë raste vrej që SPAK ishte në ura dhe policisë shtetit, apo thënë më qartë investoheshin në çështje që sajonte policia shtetit për të shfokusuar vëmendjen e krimit reale zgjedhore që po kryeshin nga partia në pushtet. Marrëdhëniet policisë shtetit dhe prokuria e posaçme janë të normuara nga Kodi i Procedurës Penale si dhe nga ligjet përkatëse, qoftë ligji 95/2016 i hyjni, qoftë ligji për policinë e shtetit. Janë dy agjensë zbatimi të ligjit me role të ndryshme me qëllim të njëjtë, që është lufta kundër kriminalitetit, që bashkëpunojnë në veprimtarinë e tyre të përditshme. Tani, ne nuk kemi mjaftuar me ato referimet e policisë së shtetit. Ne kemi regjistruar dhe procedime kryesisht dhe për këtë po e them, sepse janë procedime të regjistruara nga ne, ka të kallëzuar, domethënë kam materiale, procedime penale të regjistruar për përfaqësues të subjekteve të ndryshme politike, përfshirë majorancë, opozitë e tjerë. Për ato që kemi regjistruar kryesisht, sepse kemi 9 procedime, madje 9 procedime dhe kemi regjistruar vetë dhe kam këtë informacion. Si rezultoi strategjia e miratuar në 2024 për të luftuar krimin zgjedhore, sepse çdo shqiptar i ndershëm këtij vendi pyet cili është bilanci që keni deri më tani. Publikisht deri më tani kemi 2 goditje çështje të hetuara, të dyja të lidhura me PSD-n. Rasti i parë ai një kandidate në FIR që kishte qenë me PS-n dhe kaloi me PSD-n për shkak të konfliktit me Belinda Ballukun, sipas jush rezulton që ajo kishte bërë nami duke bler vota. Ndërkohë, sipas KQZ-s, kjo gjithsej jashtë e brenda vendit ka marrë në 200.000 votues vetëm 187 vota. Po, pra, Cenoklosi, për shembull që ka marrë 18.000 i ka vota vlerësimi nga qytetarët, kjo 187 vota gjithsej i ka bler. Goditje e fuqishme keni kryer shumë për të vlerësuar kjo. Ky është një koment me cilin nuk pajtohem as pak dhe s'ka pyetje dhe s'kam çfarë t'ia përgjigje. Rasti i dytë është ai kryebashkiaku të Vagut të Dijes, atë para se ta bëni gjuhë publike, e bëri publike kryeministri Edi Rama. Çdo qytetar e mban mend kritikën e kryeministrit. Kristian mos luaj me 2 porta dhe në fakt 2 ditë pas kësaj deklarate të Edi Ramës, kristianët i shkojnë tek porta SPAK. Keni bërë shumë mirë, ai është kundërshtari ynë. Edhe vota ka bler edhe në 2023. Vese atëherë ishte me Edi Ramën dhe nuk e gjente gjë në zgjedhjet 2025, nuk ishte me Edi Ramën dhe e pa SPAK tek dera. Procedimi penal ka filluar kohë para këtij deklarimi dhe unë mund të them që po, ky është një hetim i suksesshëm dhe ka bërë të mundur marrjen e përgjegjësive penale dhe dërgimin për gjykim të kryetarit të Bashkisë së Vagut të Dijes për një vepër penale shumë problematike siç është ajo e korrupsionit aktiv në zgjedhje. Tani pyetja ime është, vërtet këtë bilancë quani sukses? Nuk turpëroheni nga ky bilanc? Pra, kandidatët e PS-s as kanë bler vota, as kanë përfshirë krimin organizuar në zgjedhje, as kanë ofruar shpërbime shtetërore në këmbim të votave, as kanë përdorur punonjësit e administratës publike si shtabe elektorale, s'kan bërë asgjë nga këto. Këto janë sajesa të opozitës dhe Odirit. Këto janë ato që ju shprehni zoti Noka. Unë nuk kam asgjë për të komentuar, sepse nuk mund të bëj një koment mbi komentin tuaj. Unë i them që prokuria e posaçme, siç mjafton lexoni raportin e SBI Odirit, siç ju i referoni shpesh, lidhur me rolin e prokurisë së posaçme në zgjedhjet e vitit 2025. Patjetër, nuk jam i kënaqur, patjetër, ka mundësi shumë për të bërë, por duhet marrim në konsider, duhet kemi parasysh burimet njerëzore të kufizuara dhe volumin shumë të madh që ai institucion ka. Tjetër, pyetjet për deputetja Elda Hoti pyet, a mendoni ju që nëse bosët e organizatave kriminale vazhdojnë të jenë në liri, lufta e pretenduar ndaj krimit të organizuar ka qenë efektive, nëse ata vazhdojnë të marrin punë publike, koncesione, leje ndërtimi, atëherë besoni realisht që ata janë dobësuar nga urdhër arrestet e SPAK? Unë përmenda pak edhe në një pyetje që më bë pak më parë, detyra e prokurisë së posaçme është të regjistrojë procedim penal, të kryejë një hetim objektiv gjithanshëm, ngrej akuzë, kërkojë mas sigurimi kur ka vënë për kërkuar
dhe pastaj të ngërë akuzë. Nga ana jonë, si institucion, ky detyrim është përmbushur. Në disa raste kemi ngritur akuza për organizata kriminale, grupe struktura kriminale, masa sigurimi gjithashtu janë lëshuar nga gjykata dhe prokuroria e posaçme nuk ka gjë tjetër, nuk mund të bëjë gjë tjetër veçse të urdhërojë ekzekutimin e masave të sigurimit dhe t'i shpallë në kërkim ndërkombëtar në rastet ku kjo masë sigurimi nuk ekzekutohet në territorin e Republikës së Shqipërisë. Dhe këtë detyrim ligjor ne e kemi përmbushur.